Zotri Baraliu, Kurti deklaroi se po e pret më të mirën nga ky takim, po ju a prisni çfarë mendoni, a mund të arrihet marrëveshje sot? Po, këta janë mësuar, qoftë këta që janë tani në pozitë gjithsesi fituesit të zgjedhjeve, qoftë këta të tjerët të opozitës, që t'japin deklarata shpresëdhënëse, por rezultatet jenë kurfare, të kundërta me atë që pret opinioni publik, që pret e ka pritur edhe më herët për shkak se kriza po vazhdon, që një kohë të gjatë, qytetari votues, pra vetëm kur të shohim një marrëveshje konkrete dhe komplete, do duhet besuar këtyre njerëzve dhe kësaj klase politike, përndryshe deri atëherë me shpresë do t'jemi të gjithë dhe besoj që me vullnetin më të mirë të mundur, gjithë ose shumica e qytetarëve të Kosovës të paktën janë të prirur të besojnë që duhet kemi një marrëveshje dhe duhet kemi zgjidhjen e kësaj nyje të Gordit, këtij lamshi politik i cili vetëm po e dëmton deri në shkatrim shtetin e Kosovës dhe interesat e qytetarëve brenda dhe jashtë vendit, po e dëmton reputacionin e një vendi demokratik dhe aftësinë e tij, pra të vendit, të Republikës, që t'jetë krah me shtete tjera të civilizimit perëndimor. Prandaj jo rastësisht ne kemi një kërkesë për antarësim në Bashkimin Evropian me vite të tëra, që 2-3 vite, dhe jo rastësisht nuk jemi në asnjë marrëveshje kontraktuale përveç marrëveshjes së asociim stabilizimit që një herë është dhënë dhe është bërë nga Bashkimi Evropian me metoda kolaterale. Prandaj është momenti i fundit dhe urgjencë mbi urgjencë, prioritet mbi prioritete që sot të kemi, gjithsesi sot nesër, nuk ka nevojë këtu për zvarritje, nuk ka nevojë këtu për muaj të tëra, as javë, as ditë, po disa orë dhe disa minuta madje për të pasur një marrëveshje dhe për të zgjedhur edhe presidentin, fillimisht kuvendin, pastaj presidentin dhe qeverinë. Qenë se po e shohim pra, sepse nga ana e Lumir Abdixhikut nuk pam deklarim, por e pam vetëm Kurtin